eksplozive, shpërthyese, sidomos në skenën muzikore. Së fundmi na e solli këngën e saj më të re, Maje, e cila ishte edhe pjesëmarrëse në festivalin Kënga Magjike. Genta Ismaili sonte nuk vjen për të na kënduar, por ajo do të na rrëfej disa prej momenteve dhe datave më të rëndësishme në jetën e saj, të cilat ajo vazhdon t'i mbajë mend tash e tutje. Ishte viti i cili shënoi dekadën e Genta Ismailit në diskografinë shqiptare. Momente interesante dhe kujtime të veçanta e përcollën këngëtaren gjatë 10 viteve muzikë. Këtë vit, këngëtarja ishte më e pranishme në ekrane, fal prezencës në programe televizive dhe pjesëmarrjes në festivalin Kënga Magjike. Është përblyer me shumë çmime, por këtë vit Genta Ismaili rrëmbeu çmimin e interpretimit më të mirë e Kënga Magjike 2014. Edhe pse kjo fitore është e rëndësishme për të, këngëtarja Ismaili në këtë edicion festiv ka zgjedhur 3 momente tjera që kanë karakterizuar jetën dhe karrierën e saj. Genta, po rikthehem në formën së tjetrën prap në priven festive. Nëse jo me një performancë tonë në viti 3, atëherë jena me një intervistë ku ti i ndan 3 momente të veçanta të jetës tona për shikues të prives. Po jo prives zakonshme, është prive festive. Okej. Atëherë Genta, cilat janë 3 momentet të veçanta në jetën tonë që kanë bu muni të veçantë? Momenti i parë është kur unë kom dalë për herë të parë në skenë, edhe publiku ka reagu pozitivisht, ka reagu shumë mirë, më ka besu mu, edhe one, që ajo ka qenë ajo arsyeja pse unë kom vazhdu, edhe janë këtu sot. E dyta është momenti kur unë kam taku një fancë tem, edhe ajo më ka thonë, ka qenë me hapësit kofizuara. Edhe ajo tha që Genta ti e arsyeja që unë jetoj për çdo ditë edhe bëhem mirë e ma mirë edhe vazhdoj të jetoj për shkak teje që ti ekziston. Ky ka qenë moment shumë i rëndësishëm për mua në jetë. Qysh e një emocionalisht, po du qatë pjesën, atë karë në qajt, atë karë në qmen për gëzimit, atë qëpa reagime? Vazhdimi prej ati momenti dhe vazhdimi i jetës time ka qenë shumë i lumtur, shumë më i lumtur. Prej ati momenti që ajo ma ka thënë ato dhe unë e kam vazhdu jetën time shumë më të lumtur. Cili është momenti yt i veçantë, i treti moment? Momentin kur unë jam bot teze. Ka qenë momenti jam më i vlefshëmi në jetën time, është kur jam kam marrë vesh që unë jam bot teze për herë të parë. Se kom majt hala ndorë, se kom pa. Se për shkak jo hala, se për shkak punës që e kam këto, që kjo është se sakrifica që e bëj unë në jetë, është se nuk më me pa familjen tem kur duhet me pa, nuk më me qenë momente të rëndësishme në jetën tem. Kur duna me qenë aty, është për shkak punës tem, profesionit tem. Nuk e di, në Skype poli me ta shumë. Munona përmes fotografive me ndje, me pa poli, me njoftu. Ama se ai momenti kur e shah, s'pëditash, kur ta shah, tregaj. Genta, faleminderit shumë. Shumë faleminderit.